Me një këto mene rikthejmë në fundi shumë shkurtimisht me rilindjen demokratike dhe zërin e popullit, megjithëse me botime politike, shohim dhe kujtojmë çfarë shkruan në shtypin e ditës si sot 33 vite më parë. Mirë, jemi me 14 janar në vitit 1993, ka rëstisur ditë e njëjtë. Me rilindjen demokratike në këto momente, botimi i Partisë Demokratike të Shqipërisë që në atë kohë ka qenë pra në pushtet me zgjedhjet e marsit të 92-shit. Gjyq vjedhjesh ordinere, gjyqi pra edhe për Nexhmije Hoxhën gjatë atyre ditëve. Presidenti Berisha priti ministrin e jashtëm iranian. Nuk e di, pak koincidencë si rastis me situatën në Iran, nuk është se ka fort ndonjë lidhje. Ne me Iranin edhe kemi pasur marrëdhënie, por për shkak të sulmeve kibernetike rreth 3 apo 4 vite më parë kemi ndërprerë çdo marrëdhënie dhe strehojmë pra mujahedinët në një pjesë të opozitës iraniane. Presidenti Berisha priti ministrin e jashtëm iranian. Nga takimi i zotit Arbnori me zotin Velayat, është vënë dispozicion fondi për ndërtime në zonat e përmbytura. Ministri i mbrojtjes Xhulali priti generalin amerikan Lennon, është nënshkruar memorandumi i marrëveshjes. Ramiz Alia dëshmon në gjyqin e Nexhmije Hoxhës një tjetër zhvillim dhe Nexhmije Hoxha vazhdon të mbajë të fshehur thesare. Këto janë zhvillimet kryesore në RD-n, rilindjen demokratike, për datën 14 janar të vitit 1993, do të thotë si sot 33 vite më parë. Dhe zhvendosemi pak edhe me zërin e popullit, botimin e Partisë Socialiste, organi Partisë Socialiste të Shqipërisë e njëjtë 14 janar 1993. Zhvillimi kryesor ky, fakt pa koment, u hodhën në rrugën e madhe 1467 vet. Pak dritë, vazhdon kronika stalla e gjyqit, jemi në këto momente, vazhdon hetimi gjyqësor me të pandehurit Nexhmije Hoxha dhe Kino Buxheli. Prokurori e ftoi në duel Ramiz Alin, por doli i dirësitur. Pra, pak a shumë një. Zhvillime janë dhe botime politike, ndryshe trajton RD-ja, ndryshe trajton edhe ZP-ja. Nga Kuvendi Popullor, me detyrim nga lart e po të jetë nevoja edhe në mënyrë vullnetare. Të jepet fund revanshizmit, protesta e Komitetit Drejtues Partisë Socialiste të Shkodrës, drejtuar presidentit, kryeministrit, kryesisë dhe Kuvendit Popullor. Një perandor në Shqipëri, nga doli ky princ dhe çfarë përfaqëson tratativa që vënë në diskutim territoret e vendit. Dhe televizioni shqiptar luan rolin e policisë. Një intervistë e gazetitarit kosovar me qëndrim në studio Milaim Zeka dhe në redaktorit Hamdi Jupe. Këto ishin disa nga zhvillimet edhe në zërin e popullit dhe kjo ishte pasyra e shtypit, pra çfarë shkruaj interesante, me disa zhvillime që rikthehen në vëmendje gjyqin e Nexhmije Hoxhës edhe takimet që kanë zhvilluar në ato ditë zyrtar të lartë të vendit. Mirë, në këto momente kalojmë në pak reklama, shumë shkurtimisht disa këshilla biznesi me interes dhe rikthehemi për të vjuar me shtypin e ditës dhe jo.